Çdo gjë është e shkruar. Po nëse është çdo gjë e shkruar, me cili është, si më thon, kuptimi që kam unë vullnet lirë për shkak nëse do ndolli kjo gjëja. Apo unë mund zgjelli thjesht se si do ndolli, si do shkoj deri aty. Po, që do shkosh, do shkosh. Okej. Se si do shkosh, është zgjedhja jote. E bëj gjithmonë këtë shpjegimin sepse është më lehtë në këtë lloj forme edhe për personat që ta kuptojnë. Atëherë, ne jemi në Tiranë. Dhe unë tani e kam në kontratë të shkruar që unë nesër duhet jem me patjetër në Durrës, ose sot për shembull në orën 12 unë duhet jem në Durrës. Dhe tani, nuk ka rëndësi rruga se si që marr unë, sepse nëse unë do marr autostradën, do shkoj drejt, s'do kem pengesa, marr autostradën dhe shkoj direkte në Durrës, pa asnjë pengesë. Okej? Kjo është rruga për shembull që ti mund të zgjedhësh, e ke zgjedhje të lirë. Rruga e shpirtit tënd, kontrata jote për shembull mund të jetë që ti të marrësh rrugët dytësore, që janë me gropa, janë me probleme, mund të të prishet makina, nuk ke mundësi ku ndalosh në një dyqan, etj me radhë. Ky podcast është sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompania e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.